Ne jemi certifikum me AFS, që është standardi më i lartë i sigurisë ushqimit. I kemi auditimet e vazhdueshme, të pa paralajmëruar, unannounced, që vinë bojmë vlerësimin edhe na japin. A vinë edhe ata 40 veta? Ata vinë 4 5 grupa ashtu që zakonisht duhet më ardh. Qysh duhet më ardh? Po normalisht se i bëjnë gjithë vizitën gjithë fabrikës, edhe e shohin procesin, e shohin se si jemi të punu, edhe bëjmë vlerësimin. Tu jemi te laboratori mikrobiologjik në partën e pranimit Qumshtit. Pjesë shumë e rëndësishme është mikrobiologjia. Gjithë ato analiza bën laboratori mikrobiologjik për të parë numrin e mikroorganizmave që janë të pranishëm. Gjithashtu në këtë laborator bën edhe analizat e qumshtit të fermerëve. Dhe sigurisht e dini që qumshti në bazë të higjienës kategorizohet në 4 kategori. Për fat mirë, shumica e qumshtit që vjen nga fermerët tanë, një pjesë e madhe të në është në kategorinë ekstra klasë. Do të thotë po numri i mikroorganizmave është shumë i ulët. Sa më i pastër qumshti, sa më cilësor qumshti, as më pak është i nevojshëm trajtimi i produkteve. Sa më mirë lënda parë, ças më mirë edhe prodhimi. Produkti final. Tash jemi në reportin e mbushjes edhe paketimit produktit final. Tash kemi me pa gjitha proceset që realizohen. Trajtimi i qumshtit, gjitha proceset operacionale që ndodhin. Qëto është ajo ku e qit nivojin. Qështu po thojnë, po, e vërteta është që qumshti vitan, as produktet e qumshtit vitan nuk përmbajnë. Në dyrbimore, as kanë bajnë. Do të thotë kjo është laboratori i dytë mikrobiologjik. Në këtë laborator bëhen gjithë analizat. Para fillimit mbushjes, gjatë mbushjes, pas mbushjes. Vazhdojmë, prodhim. Kemi, domethënë me 6 ml në orë, 7 ml në orë, 2 ml në orë. 7 ml në orë paketohen. Paketohen, mbushën dhe paketohen. Linjat janë name, jo vetëm te pjesa e mbushjes, po te përgatitja gjitha janë name fizikisht, ashtu siç e kërkon ligji. Tu ta kuptojmë gjithsesi. Kremi i kuzhinës është produkt që bëhet me yndyrë bimore ose me vaj bimor. Gjitha produktet të cilat i kemi në treg, që i kemi konkurrencë, gjitha janë me yndyrë bimore. Është kategori e produkteve që bëhet me yndyrë bimore. Ideja ka qenë që ky produkt të bëhet kryesisht për eksport, edhe ashtu edhe është. Kjo është pjesa më e rëndësishme, sepse këtu bëhet sterilizimi i qumshtit, homogenizimi, stabilizimi i proteinave, do të gjitha ato procese që ka përfshirë në trajtimin e qumshtit. Tu ndodhin një mëri proceset trajtimit, përmenda më herët, sterilizimi, homogenizimi, degazimi. Dhe qumshti në këtë rast sterilizohet. Në kushte aseptike, edhe në kushte aseptike, qumshti kalon në pjesën e mirë. Pak me na kallzu pak procedurën e mbushjes, te kena bërë krejt procesin me rënë, kallzona pak çapo ndodh çito. Këtu tash e kemi ambalazhin e vitës, domethënë qumshti i sterilizum vjen këtu. Në këtë pjesë sterilizohet ambalazha, se do të thotë produkti steril, ambalazha aseptike, edhe në këto kushte qumshti mbushet në mënyrë aseptike pastër. Okej. Kalojmë në pjesën e mbushjes. Tash produkti vjen këtu, formimi i ambalazhës, formimi i paketimit, edhe tash tu vetëm e kemi produktin e gatshëm, vendosja datës edhe linja e fundit. Tu jemi të e pa një test që është tu përformu kolega. Kjo është integriteti i paketit. Paketimi e ka mbylljen. Okej. Mbylljen aseptike, mbylljen me temperaturë. Edhe ky në këtë rast e kontrollon a mos ka rrjedhje në mbyllje. Okej. Deri te paletizimi edhe te mbushja e produktit. Produkti pastaj dërgohet, evidentohet, dërgohet në depo. Për momentin bën edhe analizat përfundimtare të qumshtit, i merr analizat mirë në këto. Laboranti i merr analizat. Edhe shkojmë deri në laborator bashkë me laborantin edhe shohim se çish janë analizat. Tash e kena marrë produktin direkt prej masinës mbushjes. Fillimisht bëhet kontrollimi se a është mbush sasia, me sasinë e duhur që është deklaruar në ambalazh 1 litër. Kjo është peshore analitike dhe bëhet në bazë 2 durve të mbushjes masinës dhe shihet që të dyjat kanë sasi të rregullt. Pastaj duhet me hap ambalazhën dhe më njerë sa një porë që bëhet është cilësimi i vetive organoleptike që është së pari kontrollohet në ngjyra, është në rregull, edhe aroma është qumsht. Pastaj vijojmë me analizat specifike më të parë që duhet m'ia bëhet që është aciditeti i qumshtit, edhe alkool test të cilat pasqyrojnë gjendjen e qumshtit dhe na tregojnë se a është qumshti në rregull me mbushje apo jo. Këto janë pipetat që i përdorim. Për alkool test na nevojiten 2 ml mostre të qumshtit, ndërsa për aciditet na nevojiten 20 ml.
Merret alkooli me koncentrim 80%. Dhe nëse në këtë formë alkooli e tret qumshtin në mënyrë të pastërt, do të thotë se qumshti është i pastër dhe nuk ka prishje. Qumshti është shumë stabil. Pastaj përcaktohet aciditeti në bazë të metodës e titrimit, ku si tregues përdoret fenolftalina me koncentrim 2% dhe hidroksid natriumi apo bazë NaOH me koncentrim 0.1 molar. Se përmes titrimit caktohet shkalla e aciditetit me shkallën Soljet-Henkel. Përmes fenolftalinës merr ngjyrë të kuqe. Po do me përcaktu shkallën derisa të merr ngjyrë rozë, aty do thotë tregon se sa acidik është qumshti. Kjo tretësirë e qumshtit është e neutralizuar përveç se ka marrë ngjyrë rozë. Kjo është e neutralizuar edhe mililitrat e NaOH-s, që janë 3 ml që shpeshen, në bazë të Soljet-Henkelit shumëzohen me 2, që do të thotë se përcaktohet shkalla e aciditetit me 6.0. Pastaj vijojnë me analiza tjera, siç janë yndyra, pesha specifike, ku përmes këtyre dyrave mundem të përcaktuar edhe materinë e thotë dhe materinë e thotë pa yndyrë të qumshtit. Janë disa pajisje që quhen butyrometër. Përmes tyre bëhet përcaktimi i yndyrës të qumshtit. Vendosen 10 ml acid, 11 ml qumsht, 1 ml alkool amilik, sepse acidi sulfurik është një acid mjaft i fortë, ne e përdorim me koncentrim 91%, ku gjithë materinë e thotë qumshtit e tret përveç yndyrës. Pastaj me metodë centrifugimit bëhet ndarje me yndyrës dhe lexohet përcaktohet me shkallë. Nëse e kurioz me pa. Komplet që kjo është materie thotë tjetër e qumshtit, cilën e ka tret. Dhe kështu bëhet leximi i yndyrës. Nëse kisha mujt me tregu është edhe pesha specifike, është e cila përcaktohet me këtë mjet i cili quhet lactate densimeter, është specifik për me tregu peshë specifike vetëm për qumsht. Dhe pastaj me kombinim të vlerës së yndyrës se sa na ka dalë të peshës specifike, na tregon se sa është materia thotë e qumshtit, sa kemi materie thotë në qumësht.